Në atë moment kur qarqet tona fetare arritën ta krijojnë një masë kritike nga kleri musliman, i cili e kuptoi se pa dhe e pa liri nuk ka as fe, edhe filluan të çështja e lirisë shqiptare të jetë edhe çështje e gjithë popullatës së Kosovës. Në atë moment edhe kuadri që ishte i inkuadruar edhe në medrese, edhe në atë Alalinë e vogël, edhe në atë madhet, edhe në çështjet e përgjithshme në Kosovë, filluan me të madhet që t'jepnin kontributin e tyre për lirinë e Kosovës. Nga kjo kohë daton bashkëpunimi intenziv, edhe pse po them ka pas gjithmonë personalitete të shuara të klerit musliman, të cilët kanë qenë të inkuadruar në lëvizjen e madhe popullore, liderare të shqiptarëve, edhe paralumte e tjera. Po pas 90 vjetëshit e këndej, më duket se ka filluar një lëvizje dhe një qasje dhe një përpjekje, një ndihmë më aktive e gjithë atyre të cilët kanë qenë të involuar në shkollën e Alajinit, e cila edhe pse shkolla quajtur fetare dhe në këtë bazë ajo edhe pat mundësi që të shpëtonte nga sankcionet e ndryshme, nga shkatrimet e ndryshme, nga dalesat e ndryshme në për cilat kaluan shkollat tona, ajo ka luajtur rol shumë të rëndësishëm edhe në shkollimin edhe të atyre kuadrave të cilat krahas lëndëve fetare kanë mësuar edhe gjëra të tjera të cilat kanë shkuar në favor të vetëdijsimit të masës shqiptare, të popullit shqiptar, në mënyrë që të japë kontributin e vet për përpjekjet drejt lirisë së Kosovës. Nga kjo kohë, ne kemi pas një bashkëpunim shumë intenziv me zotin Recep Poja, me zotin Tërnava dhe të tjerë. Madje këshilli për një kohë shumë të gjatë edhe ka qenë në një nga lokalet të cilat kanë qenë në drejtim të Alajinit të vogël, edhe aty kanë qenë një kohë shumë të gjatë. Në atë kohë ne e kem pas një marrëveshje sikur gjoja paguajmë diçka, por s'ke paguar asgjë, vetëm kem pas një pagesë fiktive, të cilën ne nuk e kemi paguar kurrë. Dhe kjo përkraje ka qenë krejtësisht e hapur dhe bashkëpunimi ka qenë shumë i madh. Po nuk unë dalëm vetëm në këtë bashkëpunim, po edhe medresja e madhe, edhe aty ku ishte fakulteti teologjik edhe shkolla tjetër, u angazhua çdo herë që nuk kemi pas mundësi të sigurojmë salla, lokale, mundësi të tjera për manifestime të ndryshme me karakter patriotik, e shtirimtar, ata sa herë kanë pas mundësi, na e kanë dhënë në dispozicion lokalet e tyre na kanë dhënë. Madje di se disa herë zoti Tërnava për këto punë, për këto përkraje që ju ka bërë popullit të Kosovës pa dallim, ka qenë edhe i ftuar disa herë në biseda të përqytura informative, besa kanë mbetë edhe në Burg një herë, disa ditë të tjera, me fjalë tjera, edhe kleri ynë arriti që të vetëdijsohet deri në atë shkallë sa që të inkuadrohet plotësisht me ato mundësitë veta që kishte dhe që i lejonte karakteri i vet, kanë dhënë kontribut të madh dhe kjo duhet të dihet edhe për gjithë popullatës tonë në përgjithësi, dhe prandaj është mirë të shënohet tosën edhe ky do të jetë edhe një falënderim i yni i hapur nga gjithë këtyre njerëzve dhe si një çyntje që këta edhe matutje të vazhdojnë punën e tyre, sepse ende punët tona nuk janë kryer, nuk kanë përfunduar, ende kemi nevojë që ta kuptojmë se jemi një tërësi dhe se duhet të largohemi dashjive të ndryshme, qofshin ato fetare tjera. Ne për shembull na ka interesuar shumë dhe kemi pasur sukses shumë të madh, kemi dhënë veten shumë të gëzuar kur kemi pa bashkë aty Gjevojën, Mark Sopin, Nik Prelin në kohën e vet. Me fjalë tjera, kleri ynë ka dhënë një shembull për gjithë të tjerët se si jemi në gjendje të bashkëpunojmë kurdo herë që është interesi i shpëtimit kombëtar, i lirisë kombëtare tjera, dhe kjo ka qenë një frymëzim edhe për ata të cilët nuk kanë qenë ose s'kan qenë religios, po kjo ka qenë një frymëzim shumë i madh për gjithë.